Bima dhe shëndeti, mirë se erdhët në rubrikën tonë të përjashme, si çdo të hënë me doktor Ylli Merian, kënaqësi që ju kam këtu, doktor. Gjithashtu edhe Jona, sidomos për temën e sotshme. Po, dy produkte kaq shumë të dëgjuara, sidomos për propolisin, gjithmonë e kemi patur në tryezë, gjithmonë e kemi përmendur këtë thesar të natyrës që trajton kuron, ka një gamë të gjerë gjendje shëndetësore, por vlerash mbi të gjitha që mbart ky thesar i natyrës. Sot ka ardhur momenti që të tregojmë se çfarë është në të vërtetë propolisi, si prodhohet propolisi, për çfarë e përdorim propolisin, po fëmijët duhet ta përdorin, si ta zgjidhim propolisin dhe ta dallojmë atë cilësorin. Pra kemi shumë pyetje sot për t'i drejtuar doktor Yllit, ndaj ju lutem dëgjoni me vëmendje që të kuptoni diçka më tepër nga propolisi që e konsumoni çdo ditë. Çfarë është propolisi, doktor? Propolisi i bletës prodhohet nga bleta dhe ka një funksion të caktuar. Ajo vendoset për të mbyllur të gjitha hapësirat midis koshereve, qofshin ato edhe shumë milimetrike. Që do të thotë, ose kur ato drasat marangozi nuk i ka puthitur mirë që të mbyllen, ose kur vendoset kapaku i shtëpisë së bletës, mund të mbeten pak hapësira drite, ku bleta merr komandën nga mbretëresha dhe shkon në për pemë, në për pyje, në për livadhe, për të mbledhur ato përbërës kimik, për të formuar një aliazh, një përzierje, një lidhje që edhe të vendoset aty, të pengohet drita dhe njëkohësisht kjo mund ta përdori dhe si një antibiotik për veten e saj. Më parë, propolisi nga njerëzit mund të përdorej thjesht si një çamçakizm për të pastruar dhe për të mbajtur të shëndetshëm zmaltin e dhëmbëve. Kurse më mbrapa, sigurisht me përparimin e shkencës dhe të teknologjisë, eci dhe u shumëfishua me të vërtetë edhe përdorimi i propolisit të bletës. Atëre, kjo përbërje, kjo përzierje ka në brendësi të saj rreth, le të themi, rrëshira të ndryshme 50-55%. Pra mund të themi gjysmën e sasisë e zotërojnë rrëshirat, ato materialet ngjitse, të cilat në përpunim e sipër mund të themi që këto mbeten, si thuash, një pjesë e mirë e tyre, ajo zamka e kështu mbeten të patretura nga alkooli. Prapë edhe këtë do ta theksojmë. Ndërsa pjesën tjetër që kjo neve na intereson, ne që duam të punojmë propolisin, pra ai që do e punoj, duhet të zgjedhë pikërisht këto elementet e dyta që unë do të them. Pra, jo vetëm rrëshirat që ne na interesojnë, po ne na interesojnë polenet. Pra, unë thash, shkon në për sytha pemësh, po shkon edhe në për lule që vjel merr diçka. Këto polenet një. E tjetër, na interesojnë vajrat esenciale, të cilat mund të shkojnë polenet 25, 30, 35%. Po këto vajrat esenciale mund të shkojnë nga 3 deri në 5%. Tek dikush tjetër mund të shkojë edhe më shumë. Ka pastaj minerale, edhe këto janë shumë të domosdoshme dhe të rëndësishme për njeriu, minerale, ku vendin më të parë tek mineralet mund ta zënë, ne do t'i shkojmë edhe këtu tek përmes disa rezultateve laboratorike që është bërë propolisi. Por të treguar se çfarë përmban ai në brendësi, në ç'nivele nivele janë dhe krahasimit pastaj. Atëherë, le të tregojmë pikërisht këto masa propolisi që neve këtu i kemi sjellë në tavolinë dhe shikojmë ngjyra të ndryshme që menjëherë edhe një bletëritës e di dhe thot bleta për shembull, nëse na ka mbledhur një propolis që është i kuqurrent, i verdh, i shndritshëm dhe ka atë konsistencën ose fortësinë e tija, atëre, këto polene ne mendojmë që bleta e ka mbledhur në për sythat e pishës, në për polenet e pishës. Mund që të ketë shkuar edhe tek frashëri. Ky propolis është i mrekullueshëm për plagë dhe për puçra. Së dyti, shohim një masë të madhe, e cila ka shkëlqim, ka dritë, ka më tepër shkëlqim se sa i pari, për shembull. Më shumë shkëlqim, po ta shikojmë. Çfarë tregon ky shkëlqim? Por ngjyra është blu, një kafe e qelur, më jeshile, më kështu. Pra, nuk kanon më nga e kuqja,
po i afrohemi një diçka e më terët, që tregon se bleta ka kullotur në për plepa. Ka mbledhur më shumë polenin e plepit. Nëse do të vëmë re shkëlqimin e saja, atëhere, kjo ka vaj esencial më shumë. E kuptoj, se ka dhe shkëlqimin më shumë. Patjetër, pra, nëse kjo ne kemi provuar shkon deri në 3% në laborator, mësa i takon vajrave. Pra vajra esencial, kjo shkon deri në 3%, 3.5. 3.5. Kjo e dyta kalon deri në 5.5%. Atëhere, ka një limit duket ku do të jetë pranishëm vaj? Duket ky shkëlqimi, po, me njëherë, po ta shohim kështu, do nënkuptojmë që vajrat esenciale të ky polen janë në përqindje më të larta. Dhe nëse ky do të jetë me ngjyrë të zezë, të errët, jo me shkëlqimin, jo me këtë shkëlqimin si këto të parat, atëhere, ky polen është mbledhur nga mështekna. Dhe ne pikërisht, kjo na vjen nga zona e kuksit. Tani, në këto të treja, këtë mund të zgjidhni që është më i shëndetshëm? Tani, për ta prodhuar propolisin në fund, mund të bashkohen këto të treja, mund të veçohen, mund të prodhohet secila më vete, si ndodh procesi? Po, tashin, kjo ka të bëjë me atë që do ta përpunoj. Pyetja juaj ka lidhje me përpunuesin e propolisit të bletës. Që unë shumë bletëricëve, unë me të vërtet ju kam bërë vrejtje në këtë drejtim. Sepse shkoj e gjëj atë për shembull e shet, nuk ka rëndësi çmimi, pra më shtrenjtë, kuptohet, ai që nuk paguan asnjë detyrim në shtet e kështu me radhë, megjithatë e shet më shtrenjtë, shishka më e vogël. Dhe ajo që mua më vret në ndërgjegje është kjo. Ai abuzon me emrin e bletës. Sepse propolisi tek ai person, për shembull, që nuk merr këtë ngjyrë të zezë të errët, atëhere, por do të dali e hollë, e zbete, kështu me radhë, ai patjetër që ai ka abuzuar me përqendrimin e saj. Atëhere, si mundet që ta kuptojmë? Po, të jetë e errët, ose nëse neve e marrim për shembull e vendosim mbi një shish, mbi një letër të bardhë këtë, duhet që kjo të dallohet ngjyra e errët. Nëse ne pikojmë këtu për shembull 2-3 pika, kjo patjetër që do të lërë një ngjyrë kafe të lehtë deri në të errët. Por jo të zbehet. Ngjyrë e cila nëse e pikon në dorë mezi largohet në fakt. Patjetër. Apo në gjuhë kur e pikojmë për ta konsumuar me ngjyrë kafe. Pra është pak si e athët, gjuha pak ngjyroset, dhe po na qëndroj gjuha e ngjyrosur mirë, unë ju them. Atëherë kemi të bëjmë me një propolis cilësor. Po, por mund ta hedhim në gjuhë, ai lë pak njoll, le të themi 4-5 sekonda, dhe pastaj kjo pastrohet. Nërsa po ndonjë 1-2-3 minuta e më shumë, gjuha pa diskutim që ka myk. Pra, në këtë rast propolisin e përdorim si një indikator për të na treguar. Kemi apo jo myk në gojë? Kemi myk në gjuhë apo jo. Interesante si detaj. Ato kërpudhat Candida albicans që ndodhen mbi sipërfaqen e gjuhës, ngjyrosen me këtë. Dhe ne na japin një ngjyrë blu të errët të saj. Që tregohet nga origjina e propolisit. Po kur kjo është e zbetë, do të thotë që ai nuk ka hedhur për shembull, shikoni çfarë kemi bërë neve këtu. Kemi marrë për shembull një alkool ushqimor, le të themi, ose raki të fortë të përqendruar, mbi 50%, ose alkool ushqimor me një përqendrim, le të themi, 75%. Ku këto kanë filluar elektrolitët dhe lëvizin me shpejtësi. Pra, unë fillova këtë e pregatita sot në mëngjes dhe shiko elektrolitët kanë fuqisë bërthyese të tyre dhe shiko si po ngjyroset. Poshtë është më errët, lart do të vi më e çelët. Ky propolis, nëse kemi marrë porcione të ndryshme, nga zona të ndryshme, që një bletëritës ndoshta nuk e plotson do të kriterë, se s'mund marrin Kuksa, në Sarandë, e kështu me radhë. Të pyeta dhe më përpara që mund të bashkohen. Bashkohen pa tjetër dhe atë që e ka mangut ky e merr nga pisha, e merr edhe nga mështekna. Pra, ne duam të themi kështu që këto kombinime më realizojnë fortësinë e tija. Dhe pas kësaja, në kushte laboratorike, mund që të bëhet përqendrimi i tija. Për shembull, t'ja heqim një pjesë të alkoolit, se s'kemi që duam, ne na duhen mikroelemente që ka kjo dhe jo, atëherë ky do të dali i zi i errët.
Dhe E ruan atë shijen pak të alkoolit në çdo propolis që ka pak të mund ta ruaj, mundet që mund t'ja përziej me pak mjalt, për shembull për sepse në fëmijë. treg ka lloje të ndryshme propolisi dhe ka propolis që kanë një shije shumë të fortë alkooli, që tregon që nuk është bërë mirë ky çaktivizimi ose heqja e Jo alkoolit. çaktivizimi, po ai e ka hedhë për shembull, siç e ka marrë alkooli 96%. Pa ja larguar që këtë proces. Pa e bërë dhe një qika të përqëndrimin, për shembull që të heqim alkool dhe të lëmë mas nga kjo mas të thatë, këto i arrisin me të vërtet vlerat propolisi. E kuptova. Duke ditur që neve, për shembull, i punuam shumë mirë, rreth 4 doza, 4 mënyra përgatitje, i quam tek Universiteti Bujqësor, morëm aty një profesor Kastriot Koron, që me vërtet kemi bashkëpunuar me këtë edhe në disa drejtime të tjera, në fushën e trajtimit miqësor të Bletës, ndoshta edhe mund të bëjmë një patjetër, për trajtim smundjesh shumë me produkte natyrale, dhe kur ky i çoi atje në laborator, mbasi dolën analizat, me të vërtet opinioni atyre ishte shumë pozitiv. Është ta hera e parë që neve në gjithë gadishullin e Ballkanit, ky Omnilab ka nxjerrë këto rezultate të një propolisi shumë cilësor. Interesante. Ne në fakt i kemi dhe analizat, rezultatet regjia mund të na ndihmoj pak me rezultatet e propolisit. Dhe ndoshta neve themi që, shiko, absolutisht as për mburrje, as për të shtuar shitjen, absolutisht këto le të jenë të minimizuara në zero. Nuk e bëjmë për këtë punë. E bëjmë që e para t'ju themi bletëricëve, ku do që shesin propolis, ta punojnë me shumë përgjegjësi, të mos abuzohet me emrin e bletës, se do e marrë ai tjetri, do e përdorit si e për rezultat. Kjo është e para. E dyta, t'ju themi përdoruesve, kur ta mirë një propolis, nuk ka rëndësi emri, hiç fare, hiqet, të jetë i errët në mënyrë që përqëndrimi i lëndës aktive këtu brenda saj të jetë mbi të paktën 10%. Doktor, ngjyra qëndron errët deri sa mbaron ajo mostra që mund të konsumohet. Po as ka don ndonjëherë propolisi? Do të themi as ka don apo jo. Atëre, vetë alkooli është një konservant. Në qoftë se do të themi, ajo llogaritet kështu, 1% alkool e ka 4 koeficientin e antioksidativ, që është mbrojtës. Që do të thotë, sikur ta kemi këtë me 20% alkool, atëherë her 4, 80 njësi mbrojtëse. Nuk prishet asgjë. 21% alkool, i thonë 84% njësi mbrojtëse. Antioksidative. Atëherë, ky alkool, për shembull, që është jo 21%, po është më shumë, është mbi 75%, ka jetë gjatësi mund themi 3-4 vjetë. Por, duke ditur që ne ruajmë freskin e antioksidantëve, se alkooli si alkool nuk prishet. Atëherë është i mbyllur e kështu me radhë. Mirë është të jenë prapë edhe shishet e errta, të jenë UV që t'i largojnë këto lloj rrezatimesh, dhe produkti në këtë rast ruan me të vërtet freskin. Pra, nëse do blejmë një shishe propolisit, le të pyesim kështu. A është UV? Po. Kaq. Ose atje ku prodhohet shishja i thuaj, ma bëj UV. E kuptova që t'jetë. Dhe kjo do të thotë rrezet ultraviolet, alfa dhe beta të diellit, xhami i pasqyron mbrapsht. Ruajmë produktin. Për ta ruajtur freskinë e produktit, tek propolisi unë do thoshja ato nuk humbasin as për 3 vjet. Ndërsa kështu mund të jetoj pas një problem. E pa le pastaj ta punosh këtë, ta përqendrosh, ti heqim ato rrëshirat e kështu, të mos ta mbajmë në ambiente të ajrosur e kështu, po të mbajmë në ambiente të mbyllura, pa oksigjen, ky jeton edhe 5 vjet, edhe 7, nuk e gjen asgjë. Kuptova. Është në mungesë të ajrit. Po. Për të rikthyer pra rezultateve, çfarë bëri, le të themi, laboratorin për të treguar që propolisi ka cilësi të lartë? Po, e qartë, po, ja sigur ti marrim këto me radhë, për shembull. Atëherë, kemi në fletën e parë, kemi këtë përqendrimin e kjo GCMS, jo, janë flavonoidet, do me thënë, teknika laboratorike që kanë nxjerrë flavonoidet dhe acidet fenolike. Atëherë, ka laborator, për shembull, ose ka blet, për shembull, ose propolis, po blet që e punojnë këtë, dhe mund të jetë 1%, 2%.
maksimumi është deri në 3. Atëre, raporti i treguesit tonë është 2,9 miligram, le themi, për gram. Pra i afrohemi jo 3%, po 2,9. Atëre, nëse do të shikojmë flavonoide dhe acidet fenolike të këto propolisi tona, do të shkonin për shembull, le të themi, nga 0 deri në 3. Edhe sikur të ishte 1,5 është brenda vlerave. Por ata u befasuan sepse përmbante të gjithë këto flavonoidet në vlerat afër maksimales. Pra jo le të themi Jo brenda vlerave po jo brenda vlerave, por në tavanin e vlerave. Le të shikojmë quercetinën. Ata ishin befasuar tek quercetina, është një antioksidant i fuqishëm, pra 6,8 miligram për gram. Afërsisht 7%. Kur vlera është maksimale është deri në 10. Shikojmë quercetinën tek mostra tjetër, për shembull. 2,7 është jo, quercetina është 2,7 miligram për deri 3%. Galangina është 7 deri në 10 është kjo. Pinocembrina 5 miligram është 3 deri në 8. Krustina është 2,1, janë të gjithë, janë flavonoide të fuqishme. Shojmë tash acidin kafeik dhe ferulik, edhe këto janë antioksidant të fuqishëm, deri në 6% që është maksimalja dhe 5 për ferulikun. Rezultati është 4,8. 4,8 dhe 3,3. Pra, këto tregues i bën ata që ishin befasuese, por jo vetëm kaq. Le të shkojmë tek terpenet. Çfarë janë terpenet? Terpenet janë këto, pra përsëri jemi në fushën e këtyre acideve, triterpenike. Pra me një varg, me 3 zinxhir, si themi. Atëre, beta-kariofilen, 2 deri në 4% mundet që ta ketë. Kjo është 3,2%. Alfa-pineni, 1,7%. Atëre, alfa-pinenet më shumë, më të larta, rriten nëse neve fusim propolisin e pishës. Por, duke qenë që ne na duhen më shumë nga këto mikroelementet e këtyre dy të tjerave, kjo na del kaq, se po të donin, për shembull, thjesht vetëm me këtë alfa-pinen, beta-pinen do të na dilin 3,2-3,5%. Kështu në një farë mënyrë kuptojmë dhe çfarë përmban propolisi në brendësi. Po patjetër. Duke referuar analizave. Shiko, terpinenet janë 0,9 dhe limonenet 1,2. Kur vlerat e tyre janë afërsisht maksimalja 2 e ka kjo limonenia dhe terpinolet janë 0,9 kur është nga 0,5 deri në 2%. Atëre, shiko çfarë vëmë re tek kjo. Janë këto derivatet e, po të themi, një acid triterpenik, që është ekmurizi dhe na ndihmon për zemrën. Edhe këto, nëse kemi një debules, një sikputje trupore, këto terpineolet na japin një gjallërim dhe një fuqizim të trupit. Dhe ne kemi vënë re tek të moshuarit, për shembull. Unë them aty kuptohet efekti i bimëve ose i një produkti natyral. Atëherë, njerëz që të plogësht, të moshuarit, kur përdorin propolisin dhe diçka tjetër, ata kanë fuqi nga këmbët, thonë disa, unë të çaj tash, jam mirë. Pra ecin, dhe këtë e kanë fal këtyre terpineneve dhe mikroelementëve që ne do t'i shikojmë më poshtë. Atëherë vemi tek këto komponentët aromatik. Janë ato aromat që neve na jep kjo. Pra, mund të themi, na jep një aromë si karafil, pak si kanel, diku si rigon, pra, më tregojnë që ajo përqindja e vajrave esenciale, më tregojnë që me vërtet, ajo bota e bimëve është e pasqyruar këtu. Atëre, çfarë mund të themi për këto komponentet aromatik? Atëre, shiko, acidi cinamike është 4,2%, vlera është nga 3 deri në 6. Më kupton? Vazhdojmë më poshtë, vanilina, për shembull, është një si vanilje e lehtë, për shembull, atëre 1,15%. Vlera nga 0,5 deri në 2. Dhe benzylcinamatet, ato që janë që na ngjajnë me aromën e kanelës, atëre
edhe këto shkojnë afërsisht tek 2%. Pra, diku të mbi mesataren e çdo rezultati final. Edhe te kjo tjetra, dikush 2, dikush 2.1, dikush 4, dikush 4.4, e kështu me radhë. Pra, tregon që të dyja mostrat që neve kemi quar janë të qëndësishme në vlerat e tyre, në treguesit mbi 50%. Po, që tregon një proces cilësor të tërë parametrave. Le të vemi tek disa përbërës të tjerë, për shembull, janë këto steroidet ose sterolet që si thua edhe frenojnë pak pllakjen e trupit. Pra, beta-sitosteroli dhe sigmosteroli janë mbi vlerat 1%, 1.05% njëra dhe 1.9% është tjetra. Atëhere, po të shikojmë, e këto pH e këto nuk kanë rëndësi. Po, e rëndësishme është që kemi të bëjmë me një produkt që do të na trajtoj disa gjendje të caktuara. Kalcium, magnez, zink, hekur, bakër, sodium, potasium, aluminium, fosfor. Ato që janë element makro, tek propolisi i bletës, janë po t'i shikojmë në vlerat të mira. Për shembull, kalcium ishtë 380 mg për 1 kg. Edhe këtu është 370. Pra, mostra e parë, analiza e mostrës së dytë. Atere, shikojmë për shembull magnezi, 99.5 mg për 1 kg. 101 është mostra tjetër? Po, 50 deri në 150 është norma. Zinku, 12.8. Norma është 10 deri në 50. Hekuri, 26.6. 20 deri në 80. Si duket kjo mostra që kam këtu i ka rezultatet më të larta, se ka 2-3 njësi më lartë, 27 hekuri. Po, pra thashur. Nga lloji i bazës që është marrë. Ne kemi bërë, për shembull, kemi quar 4. Po, 4 mostra. To si rezultate, si analiza, vonojnë çik zgjatin, sepse janë, jo vetëm me gaz kromatograf, por do të shikohet përqindja e me radhë e me radhë. Për shembull, ata janë tashi duke e vënë në provë propolisin, duke në provë si për ta vjetëruar. E kuptova. Ndërsa, ajo që prap do të theksonim është kjo, elementet që janë mikro për organizmin, për shembull bakri, që janë minerale gjurmë. Bravo. Të padukshme, të vockla fare. Janë, pra alumini është më pak se 3, kur norma e ka më pak se 10. Pra është, si thua, nuk na shkakton ndonjë sëmundje nervore, ndonjë Alzheimer e kështu me radhë. Po kështu edhe fosfori është më... Në nivelin 74, po. Se ndoshta publiku nuk i ka dëgjuar ndonjëherë se çfarë janë këto analiza, këto shifra që ne përmendëm, po tregojmë një analizë të detajuar që është bërë propolisi në një laborator të huaj për të treguar se çfarë përmban dhe në çfarë niveli i ka të gjitha elementet përbërës të tij për të na dhënë pastaj rezultatin në fund. Tani doktor, temi pak më praktik, doja të dija, propolisi duhet konsumohet drejt në ngjuh apo edhe në gotën e ujit, dhe nëse e përdorim në gotë, a ju mbasin vlerat këto që përmendëm? Po, nëse duam që t'u japim fëmijëve. Atëherë, një përdorim shumë praktik është ky. Marr një lugë çaj me ujë, hedhim në varësi nga mosha të rregullojmë edhe dozat. Për shembull, një fëmijë 3 vjeç, neve mund t'i japim 3-4 pika në vakt dhe nuk bëjmë asnjëherë keq. Në vakt, jo në ditë. Mund të jetë mëngjes drek dark 3-4 pika. Po. Nëse kemi një fëmijë 7-8 vjeç, mund t'i japim 3 herë nga 7-8 pika. Mund t'i hedhim drejt për së drejti në gojë, mund t'i japim me ujë kështu si thash. Një lugë supe me ujë, ja hedhim këto pikat, ja shëtisim në përgojë dhe do t'i themi 10 minuta, 15, mos ha asgjë, sepse ato që ne përmendim, ato acidet, e me radhë gjithë këto përbërësit, vajrat esencial, do fillojnë aktivitetin e tyre mbrojtës të organizmit. Atëhere, për të rriturit, ose mbi moshën 12 vjeçe, mund t'u japim me çajin, mund t'u japim me ujë, mundet që, sikur të kemi një fëmijë në shkollë, për shembull që është problematik, unë ja marr, ja hedh në një shishe ujë dhe ja jap me vete. E ky të marrë një ujë plot me antioksidant. Pra ato flavonoidet e para janë që të gjitha antioksidant, mbrojnë organizmin, frenojnë pllakjen e tij e kështu me radhë. Kjo është dhe një nga arsyet e forta që propolisi ndihmon dhe që kemi dëgjuar shpesh, na forcon imunitetin. Patjetër, është fal gjithë këtyre mikroelementëve që neve kemi analizuar,
fal atyre flavonoideve që ne i përmendëm me radhë, që nga quercetina deri te acidi kafeik, por jo pak edhe këto mikroelementet, merr kalciumin, merr magnezin, merr zinkun e kështu me radhë. Se thuhet që kur ke një plagë shtoj direkt hidhi 2-3 pika propolisi. Çfarë fuqie ka propolisi për trajtimin e plagëve, dikur ushtarët ose të plagosurit vendosnin Kjo nga është me propolisi? shumë vënd. Edhe kështu si kur ta vendosim, ta punojmë si qamçakiz me gojë, bashkë me atë ptialinën e pështymës, ajo do filloj që të më japi efektin mbrojtës. Por, duke ditë që propolisi ka vetin mbyll, mbledh rrudhos, ky është mbrojtës i lëkurës dhe nxit organizmin që të prodhoj qelizat e reja në vendin ku janë dëmtuar dhe të më realizojë mbylljen e plagës. Atëre, a është me të vërtet kjo e provuar pa diskutim? Ka ndonjë shembull konkret që mund të na e vërtetoj dhe ne? Një shembull konkret, po mundet që t'ua tregoj. Po patjetër, pse jo? Po, kur kam qenë në vitet e para që prodhoja propolisin, pritem këtu futa dorën tek vazua dhe e çava dorën shumë thellë. Atëherë mora, këtu mundet të ketë ngel pak Një ose shenjë as bardhë. pak. Dallojmë një shenjë të bardhë. Në qoftë se, ajo plaga mund të ketë qenë 1,5 cm, asnjë shenjë nuk ka, përjashtojmë pak këtu ndoshta. Po? Pra, ndalon hemoragjin. Ndoshta ai alkooli sikur e nxit pak hemoragjin, por gjithë këto flavonoide dhe ato vajrat esenciale e mbyllin plagën për mrekulli. Edhe sikur të vinë bakterie nga jashtë, ajo është e mbrojtur, njësoj sikur kam atë cipën e hollë të lëkurës që më mbron nga ndotësit atmosferik. Po, mikroorganizma dhe baktere. nëse ne bëjmë këtë 3 herë, 4 herë në ditë, sidomos ditët e para, do të vëmë re një rigjenerim me vërtet të mrekullueshëm dhe shumë të përshpejtuar. Kur kemi të acaruar bajamet, fytin, gjithmonë themi, shtojmë disa pika propolis e kombinojmë edhe me hudhrën si një antibiotik natyral. Patjetër, po. Pra, nëse do të themi, le të kemi fëmijë të vegjël, ose edhe të rritur, për shembull. Kam një fëmijë të rritur, marr për shembull nga ky propolisi, shiko do të shohim edhe një gjë tjetër këtu. Kur tretësira është alkolike dhe kemi vajra esenciale në të, atëherë krijohen pezullit. Ja ta shikojmë si kështu. Pra, kjo është një pezulli që më tregon ujë, vaj, alkool, përbërës, domethënë. Nëse këte e marrin tash e përzijej me kështu, kjo pezullia kuptohet që do të prishet. Dhe ai bëhet si një hirë qumshti, e zbet, por gjithë komponentet aromatik që ndodhen tashmë këtu, fillojnë pak e nga pak, të bëjnë organizmin më luftarak, të bëjnë ato limfocite tau shumë luftarake. Aromën karakteristike të Aroma karakteristike, unë të thash pra janë nga këto cineolet dhe eugenolit. A është një ide mirë që edhe ujnë e përditshëm që kemi tek po sikur ta bëjmë kështu, jam i bindur që njerëzit nuk do të kenë koll, nuk do të kenë kështu katare në rrugët e frymarrjes, nuk do të kenë ngërçe këtu tek pjesa e faringut. Nëse jemi përdorues të rregull të një propolis të çfarëdoshëm, me rigon ose propolisi blete, pra o njëra o tjetra, sepse njëra është e sjell në propolis të pastër pa përzierje me rigonin, kur është më i fuqishëm? Besoj propolisi që ka edhe rigonin brenda. Propolisi që ka edhe rigonin, kuptohet mblidhet afër atyre parcelave që ka kështu rigon tegër, kryesisht zona e jugut, atëherë në këto zona neve vëmë re që bleta mbledh diçka më cilësore, më të fortë, më tonike. Ka pastaj edhe nga zonat e tjera, pra ultësira perëndimore dhe deri nga Shqipëria e pjesës malësie madhe. Në varësi të kullotave të bletës, është edhe... Pra, andej fillon pak të erësohet kështu, na ulen këto përqindjet e vajrave esencial, mund të ndihmohet me këto kombinimet e tjera, por edhe andej propolisi me vërtet ka të mbushtat e tjera, të vajrat esenciale, sidomos kjo zona e malësisë madhe, ku aty janë plot e përplot parcela me bimë mjekësore, aty edhe mjalti, po edhe propolisi janë shumë cilësor. Sigurisht, sa më lartë, aq më mirë. Propolisit tona në përgjithësi mblidhen në lartësit mbi 750-800 metra mbi nivelin e detit.
pra zonat malore, ku ajri është më i Më i pastër, pastër, oksigjenimi është më i mirë, dhe të ngopura këto me këto polifitet e shumta, me bimë të ndryshme mjekësore. Qartë. Do të shkëputemi vetëm për pak publicitet, do të vazhdojmë bisedën pas reklamave.